Një 46 vjeçar mbeti I plagosur rënd pasi u qëllua me armë zjarri. Ngjarja ndodhur pas drekën e së premtes në lagjen e Ingjëlbegu pranë shkollës së Sokuka, ndërsa I plagosur mbeti shtetasi Sokol Pale nga qyteti I Vautë-Dejes. Sipas dëshmitarëve okular, 46 vjeçari Pale është qelluar me pistolet nga një tjetër person, me të cilin po debatonte në krahun ansor të rrugës. Sapo ka shtënë në drejtim të tij me pistolet, autori I cili ende nuk është identifikuar nga ana uniformave blu, është larguar në drejtim të paditur, ndërsa I plagosuri u dërguar me urgjencë në spitalin rajonal nga banorët e zonës. Menjëherë ai është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale, pasi plumbi e ka prekur në pjesën ansore të barkut dhe sipas bluzave të bardha, Pale ndodhet në gjendje kritike për jetën. Në vendin e ngjarjes, efektivet e policisë së komisariatit të Shkodrës nisën hetimet për të zbardhur të plot motivet të kësaj plagosje, si dhe për të identifikuar autorin. Policia ka shoqëruar disa persona të cilët kanë qenë dëshmitar në momentin kur ka ndodhur plagosja, si dhe janë sekuestruar pamjet filmike të një dyqani, pasi e gjithë ngjarja është e regjistruar. Pamjet do të mundsojnë dhe identifikimin e autorit të kësaj plagosje, që dyshohet të ketë ardhur pas një konflikti të çastit për motive të dobta mes palëve.